Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Zbulohet vitamina e cila bën mrekulli tek truri dhe forcon kujtesën. Pavarësisht të gjitha këshillave të mjekëve dhe ekspertëve për një dietë sa më të pasur ushqimore, duket se mungesa e vitaminave mund të jetë prezente në dietën tuaj, çka do të ndikojë negativisht në shëndetin e trurit. Këtë e pohojnë në shumë mjekë të cilët shprehen se, pavarësisht larmishmërisë së ushqimit, jo të gjithë njerëzit arrin që të zgjidhin atë përmes ushqyesve të duhur, pasi mungesa e vitaminave në këto produkte veçanërisht mund të ndikojë në rënien e aftësive tuaja të trurit. Këto vitamina luajnë një rol të rëndësishëm në marrëvajtjen e të gjithë organizmit të trurit, me shfaqjen e shumë sëmundjeve të reja ose përhapjen atyre të vjetrave nëpër të gjithë globin. Mungesa e tyre padyshim që vihet re. Në këtë video do të gjeni sasinë e duhur dhe elementet kyç që ju ndihmojnë të keni një kujtesë dhe një tru më të fortë, sipas ekspertëve të Healthline. Vitamina që ju duhet në këtë rast është kolina ose ndryshe B4, dhe që prej vitit 1998 është renditur ndër nutrientët më të rëndësishëm për organizmin e njeriut. Gjenden me shumicë të vezët, mishi dhe bulmeti, por megjithatë duket se shumë njerëz vuajnë nga mungesa e saj. Kjo vitaminë është e rëndësishme për funksionin e mirë të shumë organeve dhe veçanërisht të trurit. Sistemi nervor e përdor këtë vitaminë për të forcuar kujtesën, humorin dhe lëvizjen e muskujve, duke kthyer kështu këtë nutrient ndër më të rëndësishmit për mbajtjen e trurit më në formë. Megjithatë, mëlçia e prodhon vetë një sasi të caktuar të kolinës, pjesën më të madhe të saj që merret nga ushqimet. Për këtë rekomandohet konsumi një sasi të caktuar çdo ditë dhe shpjegohet se mjekët prej 20 vitesh tashmë rekomandojnë një dozë ditore për 550 mg për burra dhe 425 mg për gratë. Kjo dozë rritet për gra shtatzane të cilat duhet të marrin 550 mg kolinë në ditë. Marrja e kolinës nëpërmjet ushqimeve nuk është e vështirë pasi vetëm një vezë përmban 113 mg kolinë. Kolina është një produkt shumë i rëndësishëm në shëndetin e trurit kundër plagës së tij, sëmundjeve të Alzheimerit dhe dementinës, çka do të lidhen fort gjithashtu edhe me humbjen e shëndetit tuaj. Një tjetër vitaminë është edhe vitamina B12. Vitamina B12 duhet të merret në mënyrë të rregullt përmes dietës suaj ose suplementeve të këshilluara nga mjeku, çka do të ndikojnë pozitivisht në rritjen e performancës së trurit. Përveç vitaminave, duhet të këshilloheni me mjekun tuaj të zgjidhni ushqimet e duhura për të rritur performancën e trurit. Janë disa ushqime të rekomanduara të cilat luajnë një rol të rëndësishëm në përmirësimin e kujtesës sonë. Ekspertja britanike Cassandra Barnes ka zbuluar ushqime që ndihmojnë në përmirësimin e kujtesës. Ajo rendit këto: salmoni. Peshqit e yndyrshëm si salmoni janë të pasura me acide yndyrore omega 3 dhe DHA. Kjo lëndë ushqyese është shumë e rëndësishme edhe për funksionet më të mira të trurit. Studime të ndryshme kanë treguar se furnizimet me këtë lëndë ushqyese ndihmojnë në përmirësimin e kujtesës dhe rritjen e koeficientit të inteligjencës tek fëmijët. Salmoni është gjithashtu i pasur me vitaminën B, përfshirë këtu edhe vitaminën B12, e cila është e rëndësishme për mbajtjen e shëndetshme të nervave dhe qelizave të trurit. Është e vërtetë se një super ushqim i trurit është edhe salmoni, citoi ekspertja. Farat e kungullit. Ato janë një nga burimet më të mira të zinkut, të cilat janë jetësore për funksionet njohëse, aftësia jonë për të menduar, mësuar dhe arsyetuar. Farat e kungullit janë gjithashtu të pasur me magnez, që ndihmon në transmetimin e sinjaleve nervore në të gjithë trupin, si dhe acide yndyrore dhe proteina të rëndësishme për trurin. Vezët. Vezët janë një ushqim fantastik për shumë ushqyes, jo vetëm për trurin. Të verdhat e vezëve janë të pasur me kolinë, një substancë e ngjashme në vitaminën që shërben si mbrojtëse për fibrat nervore, përfshirë edhe trurin. Kjo substancë mund të përdoret gjithashtu për të prodhuar neurotransmetues që janë të rëndësishëm për memorien dhe mësimin. Vezët janë një burim i mirë i vitaminës B dhe ekurit, që mbështesin sistemin nervor dhe aftësinë njohëse. Algat e detit. Ushqimi i preferuar i japonezëve njihet për përmbajtjen e lartë të mineraleve, sidomos të jodit, i cili është shumë i rëndësishëm për shëndetin. Ashtu si magnezi dhe jodi luajnë një rol të rëndësishëm në sistemin tuaj nervor, ashtu si dhe zinku mbështet funksionet njohëse. Çokolata e zezë.
Çokolata mund të jetë gjithashtu një ushqim i mirë për trurin, së pari për shkak të kakaos, i cili është i pasur me flavonoide. Këto substanca bimore mendohet se kanë efekte të fuqishme antioksiduese edhe për shëndetin e trurit. Studime të ndryshme kanë treguar se ato ofrojnë mbrojtje kundër sëmundjeve të Alzheimerit. Përveç kësaj, kakao është e pasur me magnez, hekur dhe zink, që luajnë një rol kyç në sistemin nervor. Duhet të shmangni çokoladat me përmbajtje të lartë të sheqerit, pasi mund të bëjnë më shumë dëm se sa mirë për trurin, citon Barnes. Boronicat. Studimet kanë treguar se konsumi i boronicave është i rëndësishëm, sidomos në moshat më të vjetra. Ato janë të pasur me polifenole që sigurojnë mbrojtje kundër stresit oksidativ dhe inflamacionit, që mund të çojnë gjithashtu deri në dëmtim të pakthyeshëm të trurit. Ju duhet të përmirësoni vazhdimisht dietën tuaj me produkte sa më natyrale, të cilat sipas ekspertëve të shëndetit do të ofrojnë një mbrojtje më të mirë të rritjes së performancës së trurit dhe parandalimin e problemeve tuaja të kujtesës. Prandaj, pasurimi i dietës suaj me sa më shumë produkte natyrale do të jetë alternativa më e çmuar për shëndetin tuaj të trurit në mbajtjen larg të komplikacioneve të tij. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e ushqimeve sa më të shëndetshme për dietën tuaj, çka do të sjellin jo vetëm rritjen e performancës së trurit, por edhe rritjen e vlerave të imunitetit tuaj. Ndaj në këto raste, në mbikëqyrjen e një eksperti dhe këshillat e duhura të mjekut, do të arrini që të keni një performancë dhe një kujtesë më të fortë edhe me kalimin e viteve. Truri është përgjegjës për shumë funksione jetike. Ushqimet luajnë një rol në funksione normale të tij dhe forcojnë detyra specifike mendore si kujtesa dhe përqendrimi. Por çfarë duhet të konsumoni që të keni një kujtesë më të fortë dhe një përqendrim më të lartë? Në këtë video, sipas Del.com, do të rendisim disa nga produktet më të këshilluara ushqimore, të cilat kanë aftësinë të rrisin deri diku aftësinë e trurit tuaj. Peshku yndyror. I pasur me acide yndyrore omega-3 luajnë një rol të fortë në kujtesë dhe në përmirësimin e humorit. Peshku yndyror i konsumuar 1 deri në 2 herë në javë mund të jetë një zgjidhje alternative në këtë aspekt. Kafe. Ofron rritje të përqendrimit dhe humorit dhe ofron një farë mbrojtje kundër Alzheimerit për shkak të përmbajtjes së kafeinës dhe antioksidantëve. Boronicat. Boronicat janë të pasur me antioksidant që vonojnë plakjen e trurit dhe përmirësojnë aftësinë e kujtesës. Shafrani indis. Shafrani indis ka veti anti-inflamatore antioksiduese që ndihmojnë gjithashtu edhe në shëndetin tuaj të trurit. Nëse doni që ta keni pjesë të regjimit tuaj, shafrani indis mund të jetë një alternativë e shkëlqyer për aftësinë e trupit tuaj në mbrojtjen kundër Alzheimerit. Brokoli gjithashtu është një alternativë e shkëlqyer për shëndetin e trurit, pasi që do të sjellë rezultate vërtet efektive në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Brokoli përmban një numër të lartë të përbërësve antioksidues dhe antiinflamator, përfshirë edhe vitaminën K. Edhe farat e kungullit janë një mundësi e shtuar për dietën tuaj. Janë të pasur me shumë mikroelement që janë të rëndësishëm për funksionet e trurit, përfshirë bakrin, hekurin, magnezin dhe zinkun. Çokolata e zezë. Kjo çokoladë mund të ndihmojë në mbrojtjen e trurit. Studimet kanë sugjeruar se ngrënia e çokoladës, veçanërisht të zezë, mund të rrisë performancën e kujtesës dhe humorin tuaj. Arrat, bajame dhe lajthit gjithashtu duhet jenë pjesë prezente e konsumit tuaj të përditshëm. Këto arror përmbajnë një mori të pakthyeshme të ushqyesve që forcojnë trurin, duke përfshirë vitaminën E, yndyrrat e shëndetshme me përbërje bimore. Përfshirja e frutave arror në dietën tuaj do të pasurojë atë me yndyrna omega-3, të cilat janë shumë të rëndësishme në aspektin tuaj të shëndetit mendor dhe gjithashtu në mbajtjen larg të komplikacioneve që lidhen kryesisht edhe me mungesën e mineraleve të rëndësishme për aftësinë tuaj të kujtesës. Vezët. Vezët janë një burim i pasur i vitaminës B dhe kolinës, të rëndësishme për rregullimin e humorit dhe promovimin e funksioneve dhe zhvillimet të duhura të trurit. Prandaj pasuroni dietën tuaj me sa më shumë produkte natyrale në mënyrë që t'i bëni ballë edhe shqetësimeve të cilat lidhen vazhdimisht edhe me shëndetin e moshës. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.